من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد të gjitha falëndërimët i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, përshëndetjet, mëshira, salavatet, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar gjëmarli të ndëruar të pranishëm, me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e ligjeratave mbi historinë, jeçpërshkrimin dhe biografinë e njeriut më të mirë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke e theksue pikën kryesore e cila ka qenë nxitësi dhe shtytësi për mi majtë këtë ligjerata, dhe ajo është se nuk ka qenë qëllimi që neve të rrëfejmë dhe të tregojmë se çka ka ndodhur në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo te muslimanët është e njohur dhe muslimanët në përgjithësi e dinë jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por se qëllimi ka qenë që ti nxjerrim disa porosi, disa mësime, disa udhëzime, të cilat na ndihmojnë për ta kuptuar më mirë fenë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe se njeriu asnjëherë nuk ngopët dhe asnjëherë nuk ka mundësi të thotë deri këtu ka qenë mjaft, deri këtu është kufiri ku unë kam mundësi me shkruaj me kuptimet e mia. Çish do ta shohim në këtë pjesë të ligjëratës ku shumë shokë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vitin e 6 të Hijrit, 13, 6, 19 vjet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, 19 vjet musliman dhe jo musliman pa pejgamber, me pejgamberin e tyre, dhe u sprovun në kuptimet e tyre, i mësoi Allahu edhe më shumë gjërat të cilat nuk i kishin kuptue. Madje do të shohmi se edhe disa pjesë goxha të ndihshme, të cilat nëse njeriu i mediton mirë, thot si ka mundësi ky sahabe mos me kuptu këtë mesele. Por se Zoti jon Gjelle Gjelaluhu e boni edhe këtë ndodhi që neve të na jep një mësim shumë të rëndësishëm. Neve nuk kemi mundësi me abstenu dhe me thonë mjaft mësuam, mjaft hulumtuam, mjaft na u shkollum. S'ka kështu në Islam. Në Islam nuk ka kështu. Në Islam ka përsërit, në Islam ka hulumto ende, në Islam ka ndoshta ka diçka që se kam kuptue e kështu me radhë. Andaj të nderuar vëllezër, sot është viti i 6 me të cilin do të diskutojmë. Pra viti i 5 ishte lufta e Hendekut dhe përfundon me fitoret e muslimanëve. Diku 25 ditë qëndrojnë muslimanët të rrethuar në shtetin e tyre dhe pas një manovre dhe pas një ndihme të zbritur nga ana e Zotit Gjelle Gjelaluhu, Allahu subhanahu wa taala i liron muslimanët, dhe kjo ishte një lloj ngadhnimi për muslimanët. Atëherë, nëse ju kujtohet, tradhtia e fisit Quraidha, bit e Quraidhas, kështu e kanë ky fis emrin. Kishin ngel një fis i mbetur në Medinë, dhe ai ishte Beni Quraidha, të cilët e prishën kontratën me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj dëshën me rregullu, por se tradhtia ngeli. Kur u kthin muslimanët prej luftës Hendekut, i lan armët dhe u zhveshën nga teshat e luftës. Dhe duke u zhvesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ardh Xhibrili. Tha çka po ban? Çka po ban ti dhe shokët e tu? Tha po pilojmë armë, u kri lufta. Tha na alasi kemi lan armët. Tha e harut Beni Quraidhan. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një herë ban thirrje që të shkohet te Beni Quraidha. Dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ngjarje të nderuar xhamatli është ngjarje e veçantë. Në to ka mësime të veçanta
ka porosit veçanta, por neve thamë se për shkak ngushtimit të ditëve që i kemi deri në fund të Ramazanit, na duhet ta përfundojmë këtë histori të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Neve do ta tejkalojmë këta, por se vetëm t'i lidhmi ata pejt, ato vijat e ngjarjeve dhe mënyrë të pa ndërprerë. Atëherë, shkoj te Beni Qurayza dhe u izolun. Dikun dhe avdit i mbajti pejgamberi se të izolum, të rrëthum, dhe pastaj thanë, gjiko mes neve qish dush ti. Ata pajtuan që pejgamberi s.a.s. të gjikon, dhe në mesin e tyre thanë, ta thirmi Sa'd ibn Muadhin. E thirën Sa'd ibn Muadhin dhe ishte i plagosur, nëse ju kujtohet, i cili ishte plagosur në luftën e Khendekut. Atëherë e morën në një devë dhe e bartën kështu të smut, dhe e qunë atje. Dhe Sa'd ibn Muadhi ishte aleati i Beni Qurayzës në xahilet shumë i afërt. Ishte mik me ta në të kaluarën. Andaj e zgjedhën ata duke mendu Beni Qurayza se e kemi këtë shok e pak, apo kur e thirr njërin tan, por se ata kishin harruar një sen. Se sahabët nuk janë më ato sahabë që ti ti mendu. Nuk janë ata Medinas që ti ti mendu. Andaj e thirr pejgamberi sa Sa'din, dhe Sa'di gjikon që ata të mbytën dhe të ekzekutohen, dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam i dobon të gjithë grupet dhe fiset e jehudëve nga Medinja. Mbane mend këtu kanë ngellë dhe një fis në Khaybar, pak më larg Medinës. Ata të zët ishin dëbuar nga Benu Nadiri. Këtu do të vim pastaj në ligjëratat e ardhme. Atëherë, në vitin e 6 të Hijrit, dhe normal këtu kishte ekspeditat shumë, dhe tash nuk do të him aty fare, në vitin e 6 të Hijrit. Pra, nga emigrimi pejgamberit s.a.s. mas 6 viteve. Në muajin Dhil Qa'da, pejgamberi alayhi salatu wassalam e shef një ëndër. Dhe në këtë ëndër e shef se ka shku në Mekë me shokët e tij, me ihrama, duke bë umre, dhe duke i qedh flokët, dhe duke therr kafsh për hir të Zotit xhelle xhelaluhu qurbana të shumë. Dhe pejgamberi s.a.s. i thirr shokët e tij dhe ju tregon për ëndrrën e vet. Ata gëzohen shumë dhe thot nuk e shoh këta vetëm se një lloj përgëzimi për juve që të shkojmë dhe ta kryjmë një umre me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu. Atëherë pejgamberi s.a.s. mbledh shokët e vet, pastaj diskuton me shokët e tij, thot dhe rrugës ti thrasme dhe disa nomad të shkretinës që të vinë me neve. Pse vallë? Nga se atëherë rruga nuk ish me këtë komoditet, dhe kush ka shku në Medinë e dim pak se si është ajo rruga e Medinës dhe anash rrugëve, ka mundësi çdo sa në medal, s'ka siguri aty. Atëherë ishte edhe më rrezik, ose kish fiset të cilat jetonin shkretir. Andaj për mos me dal dikush me na nxon rrugën, do t'i mormi disa dhe prej tyre e të shkojmë me ta bashkë. Atëherë pejgamberi s.a.s. i fton edhe ata që ishin bë musliman, edhe ata që s'ishin bë musliman me shku në Qabe. Pse? Sa se Qabën e dojshin ketë, Qabën e dojshin krejt. Atëherë pejgamberi s.a.s. i thirr shumë prej tyre dhe shumë prej tyre nuk vinë dhe arsyetohen. E Allahu xhelala zbrit ajete ku thot Allahu te bareke ve teala se yaqulu laka al mukhallafuna min al a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna. Fa Allahu xhalla jalaluhu kur ti kimi thirr arabët, këtu arabët e ka për qëllim nomadët, nga se arab janë dy lloj, arab qytetar dhe arab të shkretirës. Këtyre të shkretirës ju thojnë nomad, apo njerëz të cilët janë larg civilizimeve dhe larg kulturave të qyteteve. Thot Zoti jon xhellahu ala, kur ti thirrësh ti arabët, nomadët, që me ardh me tyje, ata do të arsyetohen se kanë punë, kanë tregti dhe janë të nxanur me familjet e tyre. Fastaghfir lana, andaj kërkoj istighfar për neve. Apo arab kërkoj istighfar për neve. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, e thonë me gjuhë atë çka se kanë në zemër,
Apo pejgamberi për i thirë me shku në Kabe, me pejgamberi me shku në Kabe. Hajde po e supozojmë se sot njerëzit po kanë justifikime dhe arsye dhe angazhime, po me pejgamberi me shku në Kabe, kjo ishte një privilegj i cili nuk ishte rrugës me e diskutue. Andaj Allahu Gjellu tha, pethojnë me gjuhë atë shka se kanë në zemën. Kull femen yemliku lakum min Allahi shay'a in arada bikum darran au arada bikum naf'a. Atër Zoti ju Gjellu ala dha, thua ju atyre, e çka nëse Allahu dëshiron me ju zbrit bela, kush e ndalon? Apo ja para disa çasteve, sikur Zoti ta vazhdon të belajen, kush ishte ai që e ndal? Sigur ai edhe pak ta shtonte, edhe pak. Kush është ai që e ndal? Cila kompani, cili përparim dhe cilat mjete do ta ndalnin? Asnjëherë. Andaj dha Allahu Xhela thuju, e Allahu më dash me zbrit bela, kush i ndal? Darran au naf'a. Edhe nëse ju ban dobi, kush ka mundësi me u ndal? Dhe kështu shumë prej tyre nuk dalin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam në ditën e hanë të vitit 6 të hijrit të muaj Dhul Qi'da, pejgamberi alayhi salatu wassalam e vesh ihramin dhe veshën krejt shokët e tij i morin ihramat me veti, i morin ihramat me veti dhe mblidhen 1400 sahabe. 1400 sahabe me bë umre me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur arrin tek vendi Dhul Hulejfe është vendi i njohur ku prej aty ku shkon në hax apo në umre, nëse kalon ka Medinja, që aty du të munal me vesh ihramin. Apo janë disa pjesë, 5 vende i thonë me waqit, miqat është vendi ku te e nis umrën apo haxhin. Nëse shkon ka Medinja, dush munal këtu Dhul Hulejfe. Pastaj keme deri në Kabe dhe 400 km me ihram. Pastaj janë vendet të njohura, Yelemlem nga Jemeni e kështu me radhë, të cilat vende janë të njohura nga vend fillime të umrës apo haxhit. Pastaj pejgamberi sallallahu i merr edhe disa qurbana me veti, merr deve me veti, morin lop me veti dhe i vendosin shenja të cilat argumentojnë se kanë më bë qurbana. Këtë këto do t'i shoshistin pastaj cilat janë mësimet, pse i bani këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alaihi salatu wassalam nisët me shokët e vet. Nisët për në Mekë. Lajmi në Mekë arrin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po dënë me ardhë me shokët e ti dhe me ba umre. Sahabët kishin dal me ihram, dhe kush avesh në ihram e din se sa është e përshtatshme me ihram me luftuar. Pra njeri me krejt komoditetet me shkuen umre, në ihram është një lloj sikleti. Andaj dhe vetë emri ka thonë ihram, si i ki haram shumë sende, dhe je pak në mënyrë të sikletshme nga se je i zhveshur, përveç se pjesët e turpshme i ki mbulu me një lloj çarshafi. Apo andaj pejgamberi se kish dalë me ihram 400 km larg, dhe kjo ishte shenja e parë se s'ka marrë me luftue. Shenja e dytë me kafsh të shenjosura, me shenjë që do t'i bëjmë kurban. Tjetra nuk ish morë armë me veti, përveç disa armëve thjeshta të rrugës, apo të cilat i siguron udhëtarit rreziqe të ndryshme, por jo luftë e mobilizimit për ballafaqim. Kur i shkon në Mekë lajmi, ata frigohen. Mendojnë se ai dështimin Khendek, pejgamberi sa tash ka ardhur me i qëru hesapet. Andaj ata dalin me plot deve dhe me plot njerëz, dhe Khalid ibn al-Walidi del me 200 kalorës, me 200 kuaj kalorës, të cilat dëshin me dal në ballafaqim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mos talon me hi në Mekë. Atëra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
i vjen lajmi se nuk është puna mirë dhe dojnë me dalë në prit, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ja wajha Qurayshin, mirë për Quraysh, mirë për Quraysh, akalethumul harbu, i ka shkatru lufta. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, neve cekëm të ndëruar xhamarlise, pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithmonë u mundon të mi ik konfliktit, u mundon të mi ik për lejshës, ama me të artë të shpia, me të prek të gratë, me të prek të fmija, me të prek të buka, me të kërcnun kena me të vëra. E qka me baj? A disa njerës edhe këtu janë të njëshën, jo s'ka, jana musliman, jana të mirë, po këtë regull, po me të sulmun në shpi, me të sulmun në derë, me të sulmun në të në anë. Pejgamberi sellem, nëse ju kujtojnë në luftën e Khendekut, çka i tha Saadit? Atja u qojnë be ekonomin, një të tretën, e të korrurave tona, atja u apmi, veç në të kthejen pas. Çka tha Saadi? Ja Rasulullah, si të kishtë thanë Allahu, u kry kjo punë, o si të thush ti për neve, si ta kish gajle për neve, mos e ban, si ju kina dhanë, pi të korrurave tona në ignorancë, po ju japmi tash në Islam. Por se kjo çka aludon, ja se na tham shumësime të Khendekut, si kemi përmend në këtë luftën, në marrëveshjen e Hudejbjes, janë mbi 130 mësime, në mesin e tyre juridike dhe urtësi, por se 130 mësime i kanë nxjerrë dietar nga marrëveshja e Hudejbjes, të cilën na jemi duke e rrëfyer sot. Andaj shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, s'donte luftë. Çka tha këtu? Wajha Quraysh, mirë për Quraysh. A nuk janë të kuptue? E kelet humul harb, i ka shkatru lufta. Si i ka shkatru? Në Bedër, hombën. Në Uhud, sfitun. Në Khandek, hombën. Kur dën më mush men? Tha pejgamberi alayhis salam: madha alejhim law khallu bayni wa bayna sa'irin nas. Tha, e çka ju kushton Qurayshve tash me mlanë mu me njerëzit? Apo na provum me të luftu, s'pat sukses. Shloj njerëzit ta këshirë çka po bojnë ata vet. Lej njerëzit të mirën me këta. Apo pse pe imani në presion njerëzit? Pse pe imani në ndhun njerëzit? S'ka me ngu, s'ka me dëgju. Tha pejgamberi sa, pse s'po mlojnë me njerëzit? Atëherë tha pejgamberi sa, fa in asabuni kana alladhi aradu. Si tum shpartallojnë njerëzit, atëherë e arrin qëllimin. A e kanë për qëllim ata me më shpartallu? Po pse s'po mlojnë me njerëzit? Nga se Quraysh si lishin fisët me dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pak mi shku me një dikujna e kapnin. Madje që ta shohmi te marrëveshja e Hudejbjes, ka qenë kusht pika prej pikave të kontratës, nëse vjen dikush pa lejen e babës dhe kujdestarit, ti e kthen pas. A nëse vjen dikush pite ti renegat te na, ti s'e kthen pas. E këtu tragedia ka ndodhur te sahabët. Por se shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me racionalitetin më të madh, me arsyeën e shëndosh më të madhe, lemni rahat me njerëzit. Si të mbesojnë, po s'u mbesun, apo ata zhduken. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: wa in adharani Allahu alejhim dakhalu fil islami wa hum wafirun. E nëse Allahu më ngadhnjen mua, atëra Islami përhapet dhe ato s'hupin. Edhe ata nuk humbin. Wa in lam yaf'alu qatalu wa bihim quwwa. Thot, e nëse nuk e bojnë këta, atëherë do të luftojnë. Fa madha tadhunnu Quraysh. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ndroi pak tonin. Nga ki cili apruni lajmin, tha, nuk dojnë me të lanë me hije në qabe, s'kan me të lanë me hije në qabe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerë e dha arsyeën e shëndosh, por diti çka tha? Tha, çka janë të menu Quraysh? Wallahi inni la azalu ujahidu ala alladhi ba'athani Allahu lahu hatta yudhhirahu Allahu lahu au tanfarida hadhihi as-safila. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e çka mendojnë Quraysh? Pse jam i drejt, pse jam kështu i butë, pse jam i mirë? A mendojnë se e la këtë punë? E la unë e tërheqna për kësaj pune? Jo, së tërheqna për kësaj pune. Ka me langre Islamin, pejgamberin, udhëzimin, se ata janë çorodit, janë tërbu. Tha, vallahi, do të luftoj për hir të Allahu xhellahu dhe për këta që kam ka dërgu Zoti jon xhelle xhelalu, derisa të kputët kjo qafë. Derisa shkatërrohet kjo qafë. Ky ishte
shpjegimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë lajmin e parë i cili erdh dhe pithojnë se s'kan me të lanë Arabët. Pse nuk dojshin me lanë Arabët? Pse nuk dojshin me lanë? Sikur të hinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qabe dhe Arabët mos të banin këtë rezistencë, atëra ishte humje për ta. Se ka ardhur Muhamedi dhe se ne keni nal, atëra ju nuk keni të parë, ky ka më i fortë se ju. Me të hinë dikush në qytet, në shtet, pa lejen tane, pa dëshirën tane, dhe ti së ne ke ndalë, atëra është i fortë. Andaj ata thashin, të të haddethul Arab, kanë me thonë Arabët, ka i me zorë, dhe na bje autoriteti dhe fama. Atër pejgamberi sellem i thirë njërzit dhe ju të regon se nuk po dojnë me lanë me hyje. Qka me bo? Shiko me njërë konsultivin, apo njërës e kshili, i thirë pejgamberi sellem. Ju thot, e shiru e ju hënës, i jep një mendimet e juve, o ju njërës, kanë dalë me ihrama njerëzit, nuk kanë dalë për luftë, omre me bo, por se nuk dojnë milan. Atëre, thot, aleje e të raune en emile ila ijalihim vë dharari ha ula, thot pejgamberi sallallahu. A doni që t'i sulmojmë? A doni që t'i sulmojmë? Sepse janë duke nga pengun nga qabja e Zotit. Pse tha këta pejgamberi sallallahu? Në parimet e kurejshve, edhe ata e dinin se qabja nuk ka e tynëve, nuk është e tynëve. Andaj Kurejsht e kishin të shkruar në parim e kishin se na nuk është shpia jonë, kjo është shpia Allah. Na jena kujdestar dhe pavarësisht ka kemi probleme me njerëzit, lufta me njerëzit, nëse ai vjen me bo tavaf, na e lojna. Vjen me bo haq, na e lojna. E luftën e vazhdojna ma vonë. Atër tha pensam, e mu pse po më daloni? E mu pse po më daloni? Ju krejt e lini mu pse po më daloni? Atër tha pejgamberi sa, çka po mendoni ju? A i sulmojmë? Tha pejgamberi sa, fa in ya'tuna kana Allahu azza wa jalla qad qata'ayna min al-mushrikin wa illa taraknahum mahrubin. Tha, nëse ikin, atëra e realizojmë qëllimin tonë, bëjmë umre. E nëse jo, atëra i lojmë të shpartalluar. Atëra reagon Ebu Bekri radhiyallahu an. Thot Ebu Bekri radhiyallahu an, ja Rasulallah, thot ti nuk ke dal për luft, ti ke dal për me vizitu shpijin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe nuk ke dal as i armatosur për luft, e as i mobilizum për luft. Thot, shkojmë, bajmë umre, e si të në ndalojnë, atëherë vetëm rezistojmë kuptimi me mbrojt vetë vetëm. Ata e kishin edhe një dert, Kurejshet. Nëse hinë të haremi, atër problemi do të ishte i madhë. Pse? Nga se nëse hinë në harem, zgudzon me prek. Ato që të e kishin sikletin. Se nëse hinë harem, zgudzon me prek. Apo? E ata krejt të mosët i kishin morë, mos të hinë harem. Si të hinë harem, të të mela me bo umre. Nga sa i kishin disa parimi dhe cilat i respektonin. Atëherë, këtu i sikleti. Ebu Bekri qka i tha? Ja Rasulallah, shkojmë në umre, e po ata e prishin edhe këtë liç ka e ata e respektojnë, atëherë mbrohemi. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam e merr mendimin e Ebu Bekri dhe thot, umdu ala ismillah, thot ecni me emrin e Allahu te bareke wa taala. Atëherë para se mu afrua në një vend, i pret Khalid ibn Walidi me 200 kalorës dhe ju del mballin. Në këtë ballafaqim ata e falin drejkën. Dhe duke e fal drejkën, Khalidi i shikon. Thot, këto qatë shumë e dojnë namazin, sa që hupën namaz. Edhe ata e dishin se këto kur të falen hupën, se e dojnë namazin shumë. Tha, shtash e kanë atë namazin tjetër, i këndijen. Tamam të u falë ata, na kena misulmu. Apo, tash, çështje lufte. Kur të falën i kindin, na i sulmojna. Atër Zoti unë Gjelle Gjelalu para i kindijës e zbret ligjin dhe formën e namazit të frigës. Kjo ishte shkak për me zbrit namazi i frigës, po namazi i luftës, kur jenë luft, qish mu falë me imamin, forma e të falurit. Andaj kjo ishte prej bereqetit kësajna, që mi mësu musliman kur kanë kësi pozitash dhe kësi trazirash, si mu falë. Së diskutohet mësë mu falë.
s'diskutohet mos mu fal. Por se Allahu xhele xhelaluhu i mësoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si mu fal. Pra falet imami, falet një safi tjetër ruan, pastaj ata vazhdojnë me recate tjera e kështu me radhë, edhe pse namazi i frikës ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në disa prej formave. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ta humbim rrugën, të shkojmë ka ana tjetër. Pra jo që këne ka atu na prit Khalidi, shkojmë dika tjetër. Konsultohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me disa njerëz dhe shkojnë nga ana tjetër, jo nga rrugët e zakonshme. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam duke u nis afër një vendi të quajtur Hudaybiyah. Ati Hudaybiyah ka qenë një bunar në të cilin janë ndalue njerëzit në të kaluarën. Para se mund dalë në këtë vend, ndalët devja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila e kishte emrin Al-Qaswa. Kështu e kishte emrin devja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ajo ndalët dhe nuk ecë. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thojnë khala'atil qaswa, unal devja, s'po ecë. Po e thanë këtë formë disi duke e shprej disi paknatësin dhe kësaj deve. Pse unal? Atër dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma khala'atil qaswa, s'ësh nal devja, wa ma dhaka laha bi khuluq, as që e ka zanat kjo mundal, walakin habasa habisul fili, tha po e ka ndal ai cili i ka ndal elefantët. Kush i ka ndal elefantët? Allahu xhelle xhelaluhu. Pra, kjo nuk është ndalë vetë, e ka ndalë dikush, e ka ndalë Allahu te bareke wa teala. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nalët në këtë vend. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi bi yadi, pasha ata i cili në dorën të cilit është shpirti jam, la yasalunani khuttatan yu'azzimuna fiha hurumati Allah illa a'taytuhum iyyaha. Nuk më pyesin diçka kurresht me të cilën do të madhërohet çabja e Zotit xhelle xhelaluhu, vetëm se do t'ju përgjigjem. Vetëm se do t'ju përgjigjem. Në transmetim tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk më pyesin për lidhjet farefisnore, vetëm se do t'ju përgjigjem. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon se ta menaxhon situatën, si me u vendos dhe si me e hy në çabe pa probleme. Dhe fillojnë Kurejsht musikletar, dhe fillojnë Kurejsht me i kap shqetësimi, u afru afër qabës, qa me bata është me ta. Dhe në këtë pus, në këtë bunar ku ishin mbledh, ishte shter uj dhe s'kishte uj. Dhe fillojnë njerëzit mi thonë, ja Rasulullah, s'kena uj, këtu ku jemi ndal, s'kemi uj. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, a ka dikush vetëm pak, dë një ena, a ka mbet veçëm pak uj? Atëherë me një kërkim të shpejt e gjenjë një enë pak me uj. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vendos di durët e tina dhe thot, e janë i mushni enët e juve. Dhe kjo është për mrekullive që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka vendos durët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato kanë shlu ujë më të madhe. Andaj këso i thonë prej mu'gjizateve dhe të jashtëzakonshmeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa kanë pije krejt ata të se të kanë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu derisa ishin në këtë qëndrim në Hudaybiyah, i kap një shi i madh, një shi i cili i freskon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jep urdhër që njerëzit të falen në tendat e tyre. Dhe kjo gjithashtu ishte prej mësimeve të Hudaybiyahs, që kur ka shi mu fal në shtëpi. Ka e kanë marrë këta? Ka e kanë marrë musliman që kur ka shi shumë e sundel mu falë të shpia nga kjo, nga se ka ra shi i madh dhe pejgamberi se në thot let falë çdo kush në tendën e vetë, pro si cili me grupën e vetë. Dhe Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, atë shumë ka pasë mësime në Hudaybiyah, sa që Zoti i Unë Xhelalu një grumbull fejes në e kam zunë në Hudaybiyah. Kjo dispozit, tjetra dispozit, namazi frikës, namazi shijut, apo e shumë prej dispozitave tjera, ku të hike namazi prej gjumit. Do të shohim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pak para se mu kthi masi ta bëjë marrëveshjen, e le Bilalin me u kujdes për ta, dhe Bilalin e zë gjumi, dhe kur ti zgjohen prej rrezeve të diellit dhe e falin pastaj namazin. Andaj
krejt të dispozita, kur kanë zrip, kur janë mësue në marrëveshjen e Hudejbjes. Ndërsa këtë këta që apo e rrëfejt, sahabët janë disin mjegull. Në mjegull janë. Qka të ndodhë me neve tash? Kena shku në umre, po shkojmë umre dhe këtë këto telash janë të në dalë rrugës. Dhe kjo ishte paqartësia të cilën Zoti unë Gjelle Gjelaluhu ja u largoj më vonë. Atëherë fillojnë Kurejsht me i qu njerëz pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja qojnë të parin, Budejl ibn Waraka, ja qojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë diskuton me ta, pejgamberi alaihi salatu wassalam i thot, nuk kemi ardhur për luftë, kemi ardhur mu'temirin, kemi ardhur me bë umre. Waraka, Budejl ibn Waraka i thot, këto s'dojnë me të lanë, shko ma vonë, por se kjo ishte për atyrë nëse të foli but, tha shko se s'dojnë me të lanë, edhe s'kem takat na me ta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, neve nuk kemi ardhur me bë fesat, e as për me luftue, dhe kjo është e drejta të gjithëve. Të gjithë kanë të drejtë me bë umrën, edhe na kena ardhur për umre. Dhe Budejli kthehet dhe ja u tregon se çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur kthehet te paria, ishin aty disa inatçor, të cilat i quajti transmetuesi mendjelet. Tha dhe shkoj dhe u kthi dhe ishin disa mendjelet aty. Dhe than, nuk na intereson çka ka thonë. Ha? Nuk na intereson çka ka thonë. S'ka me ardhë dhe pik. Atëre do ma të mesh mi thojnë, kallzona çka tha. A kështu, ata të cilat s'mendojnë dhe nuk logjikojnë, dëshirojnë, apo neve nuk na intereson. Po pasojat, se nuk ka ardhur njeri i zakonshëm. Ka ardhur njeri i cili këtë luftat e keni hub me ata. Dhe ka ardhur si njeri po do me bë umre dhe mu kthite te vendi vet. Atëre të mëshmi than, leje, fol çka ka thonë. Dhe u tregon. Atëre ata insistojnë, ja çojnë dyti. Mikraz ibn Hafs i thonë shko ti. I thonë shko ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vjen ki thot, hadha rajulun fajir. Çiki çka ato ardh është i prisht. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i përgatit psikologjikisht dhe ndjeshmërisht kur të vjene qysh me prit, apo ta çiki çka ato ardh është i prisht. Keni parasysh ku të folni me këta, s'është njeri mirë. Edhe ky kthehet dhe nuk hin kontakt hiç fare me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vjen Hils ibn Alqama. Dhe ki Hils ibn Alqama ishte njëri ibadetxhi me dvetën, i dhujtar po ibadetxhi. Dhe kur vjen te pejgamberi alayhi salatu wassalam, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çiki çka ato tash? Ka i dinte çto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vjen i pari Budejli, i diti Mikraz, i treti Hulejs. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çiki çka ato tash? Ky e madhron fetarizmin, e madhron kurbanin, e madhron shpijen e Zotit. Po, nuk o musliman. Atër dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qitni kurbanat për para, nxjerrni kurbanat për para. Atër ata i nxjerrin kurbanat për para dhe bajnë telbije, lebejk Allahumme lebejk. Atëherë ki thot, vallahi, këta zgudzojnë mu pengu për i qabës. Dhe shkon të Kurejsh dhe thot, kërrejt shenjat ishin që kanë arë për umre, lene njerin e tije në qave, s'ka arë për problem. Atër ata i thojnë, heshti se s'merve shkë punë, lërgoju. E thirin një tjetër. E ky vjen pak si ma azgan. Urve të bënë Mes'ud e Thakafi. Kjo është i fundit i cili e kalzon atë tonin më të nartë Kurejshve. Kur vjen ki dhe futët të pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe fillon besedimet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej fjalëve të cilat ja thot o Muhammed, i ki mbledh të rit për njerëzve. Kjo ishte goditja e parë në fjalë dhe ishte i shkath në gjumë. Urve të bënë Mes'ud e Thakafi, djali i vllavit vet ishte të rujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo skena. Urve të bënë Mes'ud vjen me fol në emrin Kurejshve të arabëve paganëve në të asaj kohe.
me pejgamberin s.a.s. ndërsa pejgamberi s.a.s. pa erunte djali vllavit këtina. Apo emocionet përzime sa të dush. Djali vllavit për unë Muhammedin, ki ka ardhur në emër të Kurejshve. Thot, o Muhammed, i kim ledh të rit. Ha, kështu, kë provokimisht. Tha, thumme gjite bihim, li bejudatike li te fuddaha. Tha, pasta i ke ardhur të fisi jot që ta shfarosësh. Tha, o Muhammed, a ka në histori dikush që si ti e ka luftu fisin e vetë? Pro ti të kush ki ardhë? A e di të kush ki ardhë? Të kush? Të Kurejsht. E mirë, Kurejsht kush janë? Muhammedi s.a.s. është Kureshi. Apo Kureshi. Ki ardhë të familja jote. Po a e di ti ka në histori që ka shumë e ka luftu familjen e vetë? A kjo provokimi madhish. Ta shti po do me qitë kriminal për nga mberi s.a.s. Edhe këtë për nësën po panë sabër. Durim. Andaj kjo është metoda pejgamberike e pejgamberit s.a.s. në të i kalimin e problemeve, kur vend dikush dhe ta provokon sabrin. Qi qa ki va, qi qa ki than, këshire ti qa ki va, kur kus ka ba si ti? Pejgamberi sa po dëgjon. Qëllimet janë të larta, du të me shkue me vazhdu misionin. Atëherë, i thot pejgamberi s.a.s. dije se Kurejsht janë mbledh të gjithë, me krejt qka kanë, me armatim, me deve, i kanë mbledh këtë fiset, s'kanë me të lanë me hije. Nuk kanë me të lanë me hije, asë njëherë. Atëherë e thot edhe një fjalë ku e provokon sabrin e Ebu Bekrit. I thot, o Muhammed, që to qka i ki për rreth tyje, po mdokën se nuk janë të sinqertë shumë. Me ba me shpërthin dhe një luft, këto kanë me ja, kanë me ik, kanë me këthi brapa. Atëherë gritet Ebu Bekri. Ishte të dëgju këtë skenën. Atëherë gritet Ebu Bekri dhe unë nuk dhe të citoj fjallën e Ebu Bekri. Unë nuk dhe të citoj fjallën e Ebu Bekri. Por e ka ofendu me ofendimin matë madhë. A i tha që to shka i ki, që to me veti. Këto ketë kanë me të lanë, vetë kanë me të lanë. Kjo ishte me këput moral për nga mërë zemë dhe shokët e vetë. Atëherë e ju nëse doni me shiku çka i ka thënë Ebu Bekri, e qelni Sahih Bukharin, edhe e qelni marrëveshja e Hudejbjes, dhe çka i ka thënë Ebu Bekri Urve ibn Mesudit dhe Thaqafi, se si e ka ofendue. Më kam ri kulmi mo. Ti po na thuna se e lajna pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ti as po të kujtohet Bedria, ti as po të kujtohet Uhudja, ti as po të kujtohet Banu Nadhiri, Banu Qainuqa, Banu Quraidha, ti as pi di këto keta. E ti ki arë tash me në thanë, ne e lajna Muhammedin s.a.s. Andaj i tha, umsus badhrallat. Për këthimin e lexoni në Sahih Bukhari. Për këthimin e lexoni në Sahih Bukhari. Atëra Urve ibn Mesud i tha, kush foli? Nëse ishpi për pas. Tha, kush foli? Ata nuk ishin tuca, arabë. Tha, kush foli? Atëra pejgamberi tha, djali Ebi Kuhafës. Ebu Kuhafe, baba i Ebu Bekrit, tha, wallahi, mos më kanë që i baba jetë më ka bëhë shumë mirë, e alasën ja këmë këthije, ishmi qëru e sapëtën e ti. Shiko Arab, pa Islam, pa Kurgjan, ka nërë me luftu Muhammedin s.a.s. Shishka i thot, mos më kanë që i baba jetë më ka bëhë mirë, e alasën ja këmë shpagu, ishmi morën e veshën e ti. Familja Ebu Bekrit e kemi përmenë, ishte e gjymerë që s'kish dikush me mrije. Andaj gjymërtlëk e mbroj njeriun, fisnikrija e ti e mbroj njërë shka thonë lejnë, po e ka thonë këta, më mos haro sa i shumë punë mira ka bo. Andaj punë të mire janë mbulesa njeriun. A vallahi baba jatë më ka bo shumë mirë se ishmi morë veshën e ti, nga se fjallën që ka ja tha ishte shumë e randë. Ishte shumë e randë që ka ja tha fjallën. Atëherë vazhdoj bisedimi. Dëshiron Urve ibn Mesudin ja prek mjekrën pejgamberit s.a.s. Kjo është provokim ala më i madh. Pejgamberi ishte ulur, ai don më ja prek mjekrën pejgamberit s.a.s. Kjo është një lloj provokimi. Atëherë ishte djali i vllavit vet ati, Mughira ibn Shu'ba. Dhe ai tamam e zgjat dorën, që ja largon me shpatë. Ai tamam e zgjat dorën, që ja largon me shpatë. Thot kush është ky? Thot kush është ky djali i vllavit tan? Kjo është djali
vllavit tan. Atëherë ai e provokon edhe djalin e vllavit vet. Thot ti i cili Allah se lapi harameve xhahiletit, ti kur i kon xhahil, ki vron njerëzi për plaçka, ja përmend kësijat, po sta falaj, krejt kësijat çka i dit ti përmend. Firauni kur erdhi Musa si pejgamber, çka i tha? Ti pejgamber? Na të kena gjetë fëmijët kena rujt? Ti po bëhesh pejgamber tash? S'ka mundsi. Andaj shikoja përmend tha, ti kur i kon, çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha sa i përket asoj para xhahiletit, mua nuk më intereson, dhe s'kam punë me ta. Sa i përket islamit, kjo musliman. Pasurit çka i ka pas në kalumën, unë nuk kam llogari për këta, nga se unë kam marrë thirrës për në islam. Atëherë ky e shef skenën, e lexon skenën dhe kthehet tek Quraysh. Atëherë kur kthehet tek Quraysh, ju thot: "O Quraysh." Pra, kjo e banit vetën. Kthehet tek Quraysh, thot: "O Quraysh, ju më kanë në Rom, Bizan, ju më kanë në Sham, të ata, matë mëllojt, superfuqia asaj bote, jam kanë të Persian, jam kanë në Abesini." Ka thënë po veç, po ju të regoj një sen. Qishe dojshin shok të Muhamedit, mbretin e vetë, ato të kujtu që mbret kjo. Nuk tha për nga mbretin e vetë. Qishe dojshin këta mbretin e vetë, asë një mbret se kun po që e dojnë që ashtu. Ka tha, e qka pove? Tha, abdes kur mishin me atë vetën, kur i lojshin dur. Tha, pikat e abdesit nuk bishin tokë, hiq, se keti kapshin shok të vetë. Tha, kështu nuk kum pa une. Atëre tha, ju që ishdu një banjani, por se këta njerëz nuk ishin që ashtu që ishpo mendoni ju. Nuk ishin që ishpo mendoni ju. Atëre pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, pas një konsultivi tjetër, pas një këshilla tjetër me disa shokët e ti, e qon një shok të vetin, thot, ta qaj unë një delegat tash, deri tash ata brunën, ta qaj unë një të ata. Atëre e qon pejgamberi sallam Khirash ibn Umayya radhiyallahu anhu. Por se Khirash ibn Umayya ishte shoku i pejgamberit sallam, po sish me pozitë të Quraysh. Dhe kur shkon te Quraysh, delegati pejgamberit sallam, ata ja morin kafshën dhe ja therrin. Dhe gati doin me vrarë ata. Ata intervenojnë disa tjerë dhe thonë mos e delegatësh, delegati nuk vrahet. I dërguari i mbretit nuk vrahet dhe shpoton. Dhe këtu do ta shohim dobijen e dërgimit dikujt pa autoritet. Atëra pejgamberi sa më thirr Omer ibn Khattabit, thotë atë. Dihet kanë më thirr tash. Pra kjo ishte një lloj dërgimi jo i duhur. I thot Ibn Khattabit, eja këtu. Thot ti dush me shku. Autoritet. A dikush thot, çka ka lidhje po të vrasin, se s'ka autoritet. Nuk ki fjala jote nuk çon pesh. I bëu disa njerëz pra shpesh në diskutime sipër, hoxha unë të njëjtën po ja thambe, çka pe thu ti po ja tham edhe unë. Pse s'po më merr mua? Po ti të njëjtën ja ki thon, po nuk je i njëjtë në pesh me fjalën. Nuk ka të njëjta. Andaj ja çoj Khirashin të kanë të vrah. Tha Omerit ec këtu. Tha apo shkon ti me fol me ta dhe me thon s'dojna luft, omre dojna. Atëre Omer ibn Khattabi tha, ja Rasulullah, ti e di se çish i kam unë tash punë me Quraysh. Unë shkoj, po kanë nxjerr problem ata. Nuk janë të mdasht ata tash. Ti e di se Omeri e dini kur e ka pranuar Islamin, nuk e ka pranuar si tjerë. Ka qenë ma trim dhe ma i guximshëm. Tjerë janë mshej, ky s'është mshej shumë më shumë. Ka ardhur në transmetimi, ka shkuar deri, ka thënë, Dajazet e Buxhelin ka thënë, a e di deri tash për kanë kum luftu? Ka thënë po, për kanë, për Dajën. Ka thënë ta dish pishtat pi Muhamedit alayhis salam. Te pisot janë pi Muhamedit. Këta s'e ka bosi cili. Tha Rasulullah, unë shkoj. Amo kam problem me ta. Atëre pejgamberi më thot Othmanit, ej atje. Thot shko se ti familja jote është atje. Dhe familja jote ka nam. Dhe thot ti je njeri që të respektojnë ata. Edhe e dërgon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Othman ibn Affanin. Shkon Othman ibn Affani dhe futet te këta. Kur shkon Othmani, ata e presin me respekt. Thënë ka Othmani. Dhe Othmani çasi njeriu ka qenë kur e kanë pa njerëzit duke ardhur marrë pi atij. Derisa pejgamberi sa
këtë vërtet dhe këtë fisnikri ka thonë, o Othman, edhe me latë që va t'ju ardë marë për tije. Njërës, po se po, i dhujtarë ju ka ardë marë për Othmani. A dhe kjo ishte goditje speciale për nga mberi sëllëm, e dërgoj Othmanin, kër e panë Othmanin u dërzun. A dhe shiko, janë disa njerës, kër t'ja qojsh armikut, e mposht. Pse? Ku e qoj tash këta? A dhe musliman të më konë, shumë të zgjumë, shumë të mpret, kanë e qojnë, me kanë delegojnë, kanë ambasador dhe kanë zëdhënës të fesë të tyre dhe atyre të cilët i mbrojnë çështjet e tyre. Kur shkoj Othmani, thanë, ullo, qka o puna? Tha, kemi arë për umre, apo në shifni, me i hrama. Atare më bisedim e sipër, ata i thonë, o Othman, që ku anë qabja bane umre? Që ku anë qabja bane umre? Atare thotë, kjo ishtë provokim, në që ti dojnë ati bane umre. Atare tha, jo vallahi nuk sil në rreth qabës pa u sil pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe atëherë i thonë, ullët bisedojnë, rri se me ty bojna muhabet. Ishte njeri turpshëm, ishte njeri me virtyte, ishte njeri të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kishte dhënë dy çika, para mendo. I vetmi njeri në dunjë që ai ka dy çika të pejgamberit. S'ka doni njeri që i ka dy çika të pejgamberit. Para mendo sa njeri turpshëm, me laçi dhe ju i vjen marrë piktina. Atër dhe në rri Othman, rri se me ti folna. Dhe kur ato e kishin një lloj komoditeti me Othman radhiyallahu an dhe u vanu Othmani radhiyallahu an, atëherë u përhap një lajm se e kanë vrarë Othmanin. Se të parin dështën me vra, iki, atëherë mas ju vanu këta vetëm se e kanë vrarë. Dhe në qarkullime si për informatat e gabuara qarkullojnë dhe jepët lajmi se është vrarë Othmani. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la nabrahu hatta nunajiz al-qawm. E tash e kanë tepruar. E tash e kanë tepruar. Othmanin e kanë vrarë. E para, e dyta, delegati nas një ligj nuk vritet. Në delegati nas një ligj nuk vritet. Këta vijat edhe kufit e ndërfshjelta mes popujve, delegati nuk vritet. Argument, pejgamberi s.a.s. edhe me armiq më të mëdhenj të tij, derisa një herë pi herave i vinë dy delegat. Ash për folin. E thot pejgamberi s.a.s. vetëm se jeni delegat. Kuptimi dërgum, po ndryshe apo porse andaj pensam u nervozu tash. Do u hidhru. Tha nuk e shlojmë këtë vend derisa të përleshemi me ta. Atëra pejgamberi s.a.s. i thirr shokët e vet dhe mbledhen tek një pemë dhe i thirr pejgamberin s.a.s. me dhanë besatimin. Dhe mblidhen krejt sahabët dhe japin besatimin. Çka u besatun? Kjo pemë e ka marrë pastaj emrin Shajaratur Ridwan, pema e knatësisë, rizallokut Allahu xhele xhelaluhu. 1400 burra mbledhen me ia dhanë besatimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çka? Për vdekje. O i krym punët e tona, o nuk mbes me asnjë. Atëherë pejgamberi alaihi salatu wasalam e merr besatimin e çdo sahabie derisa e merr dorën e vet edhe e mbulon me tjetrën dhe thot kjo dorë është për Othmanin. Jep besatim për në emër të Othmanit. Derisa kanë thënë disa dietar dhe prej sahabeve, Othmani ka fituar më shumëti. Pejgamberi se me dorën e vet e ka dhënë besën për Othmanin radhiyallahu an. Atëherë derisa këta ishin duke u besatue, vetëm se vjen Othmani radhiyallahu an. Por se kur ju shkon lajmi Kurejshve se pejgamberi sallallahu ka marrë besatim për këtë sahabeve që do të lufton për këtë thyrje të ligjit përgjithshëm që ka qenë në ato kohra, atëherë ata i kap një lloj trembje. Atëherë e dërgojnë një njeri tjetër, edhe ajo është Suhejl ibn Amr. Suhejl ibn Amr ishte njeri i cili dy djemtë i kishte musliman, Abdullahin edhe Ebu Gjendelin. Njani kishte shku ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e tjetri ishte ngatruar. E kishte nal baba vet.
Pejgamberi alayhi salatu selam, deri sa po vjen Suhejli, pasi kishte arrit Othmani, atëherë thot pejgamberi alayhi salatu selam, sehule emrukum. Suhejl, të ndëruar xhamatli, do me thonë i let. Suhejl, do me thonë i let. Kur e shef pejgamberi sa duke ardhur këtë njeri, thot sehule emrukum, u lecu çështja juve. Apo pejgamberi sallallahu ka qenë optimist edhe në emra. Andaj ka transmetuar Imam Tabarani një hadith nga pejgamberi sallallahu ka thënë çdo njeri ka hisën nga emri vet. Apo nëse ki emrin e keq është pak problem, andaj pejgamberi sallallahu i ndronte emrat, i bante të mirë. Andaj në luftën e Bedrit, nëse ju kujtohet për ta çarsu këtë mesele, kush dol i pari me luftu me pejgamberin sallallahu karshi Utbe, Shejbe, Walid. Tu tre emra të këqi dhe dështun. Apo ndërsa nga ana tjetër kush ishte? Aliju, Ubejde, Hamza. E tu tre emra të mirë dhe nga dhënjin, tre emra me tre emra të këqi. Andaj da pejgamberi sallallahu e emërtoni fëmijët e juve me emra të mirë. Pse? Nëse kjo len gjurmë dhe efekte në jetën e ti. Shiko, po vjen një njëri e ka emrin Suhejl. E hajde ti lidhe tash. Lidhe tash. Ka e lidh pejgamberi sallallahu. Tha u lecu çështja juve. Ka u lecu. Çka u bë? Emrin e kisht i lehtë. Erdhi lehti, po lecohet çështja. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon me bisedue me Suhejlin dhe pejgamberi sallallahu prap ju tregon se neve nuk kemi ardhur për luftë, por se kemi ardhur për umra. Por se tash pak me një tonacion, apo ju e tepru tash. Tani mo i ka lut kufit. Deri tash të ju lut me bo marrëveshje. Baram jep jam një fjallën. Apo tani ata po vinë me bo marrëveshje. Pse? Shiko, Allah u qonë gabime që të ulin kokën. Ata banën gabim. Që ishte gabimi? Deshën me vra Khirashin, e u murë vesh kështë e kam vra Othmanin, dhe tani u frigun. Dhe u bo besatimi, atare e qunë Suhejlin për me bo marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ullën me bo marrëveshje. Do t'i cekmi shkurt pikat e marrëveshjes. Ullën dhe po e nënshkrujnë marrëveshjen. Suhejl ibn Amr po ban marrëveshje me Muhammedin të birin Abdullahit, të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Atëra pejgamberi alaihi salatu wassalam i thot Alijut radiallahu anhu, merë letrën, shkruj. Thot shkruje Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thot Suhejli, emma Rahman fa wallahi ma nadri. Thot prit pak. Që kjo Rahman kush është? Kush o kjo Rahman? Thot nuk e njohmi Rahman, sa i përket Allah e njohmi. Shkruje Bismik Allahumme, me emrin tanë o Allah. Kjo ishte goditja e parë. Ta shka orë me përveshje, ta shë dhe përzijet në emrat Zotit. Aliju radiallahu an i tha, në kuptimin rezistoj, pse me ngu këta? Allah e ka emrin Rahman Rahim, po ato se njëpë që Rahman Rahim. Atare pejgamberi se më tha shkruje Bismik Allahumme. Kjo ishte apo lëshimi i parë. Atare e shkrujti Bismik Allahumme, me emrin tanë o Allah. Atar i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkruje tash. Hadha ma qada alaihi Muhammedun Rasulullah Suhejle ibn Amr. Shkruje, kjo është marrëveshja të cilën po e bën Muhamedi Rasulullah i dërguari i Allahut me Suhejl ibn Amr. Suhejli tha ka dal. Ti nuk i dërguari i Allahut. Shkruje Muhammed biri Abdullah. E kjo ishte edhe më e madhe për Aliju. Hajde para e shkrujtë me emrin tanë o Zot. E tash me e fshi Resulullah, tha Suhejli, na me të pranu që je Resulullah, nuk ta nalë na qabën, po na nuk të besojna që je Resulullah. Atëherë i thot, shkruje Muhamedi i biri Abdullahi. Atëherë pejgamberi se më thot, pasha Allahun, unë jam i dërguar i Allahut, edhe nëse ju nuk unë besoni. Atëherë i thot Aliut, fshinje, unë jam i dërguar i Allahut,
po ti s'pe pranon, ani, shkruje Muhamedi ibn Abdullah, i thot Aliut, fshije. Aliu thot, la, wallahi, la emhuha. Thot, jo, valla, kur se fshi. Atare pejgamberi s.a.s. thot, erini me keneha. Para me ndo, s'kejnë, shumë e randë për Aliun. Tash na ketin atë sakrifiku, por pëse je Resulullah. Tash me e fshi, thot, jo, valla, se fshi. Do ta shohim edhe kjo rezistencë e Aliut. A ishte valide? A lejohet kështu mi thonë me jo? A lejohet? Do ta shohim. Atëri tha pejgamberi s.a.s. tha, bje ma fletën. Ku shkruan? Ku shkruan Resulullah? Ja tregun çto e morë fshini vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëra i tha shkruaje Muhammed i biri Abdullahut. Atëra e shkrujtën dhe fillon mi shkrujt ato pikat e marrëveshjes. Kjo ishte goditja e parë. Dhe pastaj pejgamberi s.a.s. i shkrujtje disa emra të sahabeve, që Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun, Abdurrahman ibn Aufin, Ebu Ubejd ibn Jarrahin, pjesë të marrëveshjes, që tjetë burrat mëdhët kanë nënshkruajtur në këtë marrëveshje. Cilat ishin pikat e marrëveshjes? E para, mu kthi Muhamedi në këtë vit dhe mos më hije në Mekë. Dhe kur të vjen në vitin e ardhshëm, me ardh me bë umrën dhe i ka afat veç 3 ditë. Dhe nuk guxon me mor armë përveç të rrugës, jo të luftës. Dhe Kurejsh nuk guxon asë një torturë me e shfaq. Kjo është pika e parë. Kthehesh si vjet, vjen në mot. Armë s'ki me mor me veti, 3 ditë i ki afat dhe zguxon pineve dikush me të prej. Kjo pika e parë. E si klesme, apo? Tash, këta bidhojnë Muhamedi s.a.s. Kthehu 450 kilometra mu këthi prapa dhe në mot ku të vesh 3 ditëve që ki apo pse dhe pejgamberi sa disa djetarë kanë thonë nuk ishtë këtu prej pozitës të likshtit ishtë të fortit a nuk i të kështë më thonë a ishte i liksht është s'kish qara apo jo ishte i fort 1400 veta me veti edhe një 1500 i kishtë lanë në Medine edhe shumë prej aleancave që i kish me fiset e arabëve por se këtu Allahu kish hikmetet e veta kjo është pika e parë. Pika e dytë armpushim 10 vjet në mes dy palëve 10 vjet s'ka luft mes këtyre dy palëve marrëveshja në pika e tretë e marrëveshjes që kush don prej fiseve dhe grupeve dhe klasave të njerëzve të futen nga ana e Muhamedit futen dhe Muhamedi ka përsipër dhe kush don me ardh ka Kurejsh prej fiseve dhe familjeve dhe kabileve atëherë Kurejsh i kanë nën kujdes atëherë me njëherë reagoj disa fise do hin nga pejgamberi s.a.s. e do hin nga Kurejsh pika e 4 e kjo i provokoj sahabët shumë dhe gjënë e këtë pikën e 4 të marrëveshjes mes pejgamberit dhe Suhejli mes pejgamberit dhe Suhejli pika e 4 kush vjen prej Muhammed kush vjen prej Kurejshve pak lejen e kujdestarit e ka qujtë kujdestar pse kujdestar? Pse s'ka thonë pa lejen e babës që edhe nëse është burr nëse si jep leje kabilja s'ka me shku që e po thojnë një fëmi 15 vjeçar, 20 vjeçar se le baba ama ata ishin të meqen, jo kush vjen pa lejen e kujdestarit nëse do me ardhë njëri 40 vjet po na s'dojna me lan kabilja s'do me lan s'munët me ardhë atërë pika e 4 kush vjen prej neve nga ana jote musliman s'ka mor leje prej neve ti e kthem prapa të na zguxon me embrojt dhe kush vjen prej tuve të na e ka shlu fejen do don me ardhë mu këthi apo në paganizëm ti zguxon me ardhë me këthi prap kjo është pika e 4 atëherë këtë pik shpërthen Omeri haderi tash boldurova emrin e Allahut Rahman Rahim e fshitët Resulullah e fshitët si vjetë për në këtheni prej umrës apo tash edhe njërës ka dojnë mu ba musliman ju s'kini milan atar i thot pejgamberi s.a.s. Omer radiallahu an i thot ja Resulullah lima nuqtit denijet e fi dinina
Dhe ja Rasulullah, pse me dhanë këtë poshtërsin fen tonë? Pse me bën këtë pikë? Pse me bën këtë pikë? Pse? Atëherë pejgamberi më thot, ja ibn Khattab, o biri Khattabi, unë jam i dërguar i Allahut. Kaç. Atëherë vrap Omeri shkon te Ebu Bekri. Thot, ja Ebu Bekr, as jena në hak? Thot, po jena në hak. As janë ata në batil? Po janë batil. A nuk ka pejgamberi Allahut? Tha, po ka pejgamberi Allahut. Tha, e çka janë këto pika? Çka janë këto pika? Atëri tha Ebu Bekri radiallahu anh, ilzem gharza Rasulillah. Tha Omer, përmbaju gjurmet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos ju ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëra largohet, por se prap sikleti në zemrën e tij ishte shumë i madh. Dhe pika e 5 e marrëveshjes ishte që në mes neve do të ketë raport i armiqësor, pra ti ka mundësi vjen i shokët tu vinë ndonjëherë apo takohemi, nuk do të ketë në mes neve armiqësi në kuptimin e luftës, nuk do të ketë vjedhje ndë njëri tjetrit dhe nuk do të ketë tradhti të kësaj çka e kemi shënuar. Këto pika u morën vesh pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe Suhejl ibn Amri në krye të Qurayshve. Pak para se me përfundu shkrimi, vjen djali Suhejlit, djali këtij çka po e nënshkruan marrëveshje, Ebu Gjendel. Dhe vjen dhe në kam i kishte prangat. Thot, o ju musliman, merrëmni, strehomni, mbromni, se ika, era të ju. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot Suhejlit, ala se kemi shkrujt, ta morna. E kap, ja kap këmishën djalit vet dhe e ngrej me veti. Thot, para se me shkrujt e morën vesh me fjalë. Para se me shkrujt e krytën me fjalë. Edhe e merr djalin e vet, e kthen prap. Kjo ishte marrëveshja e cila u quajt marrëveshja e Hudejbijës. Marrëveshja e Hudejbijës. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbledh shokët e tij dhe fillojnë edhe mu bë gati për mu kthi pas në Medinë. Gjatë kthimit ndodhin e disa gjërave të tjera, si ishte edhe qethja e flokëve. Nëse këto ishin bllokuar tash nga umra, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mëson Allahu te bareke ve teala se nëse bllokoheni dhe nëse frenoheni, s'keni mundësi me bë umre, atëherë kjo do të llogaritet umre pa e bë tavafin, pa e bë sa'in. Të gjitha, andaj shkonin në të fundit dhe qethni flokët. Allah sahabët nuk u binqin, ende, që po ndodhë kështu? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju jep urë, thot, qethni flokët dhe heqni ihramat. Edhe kur kush të heq ihramat, as nuk qeth flokët. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillon e shqetësohet, unë bidham qethni flokët dhe s'piqethi. Ata mendonin se ka mu bo ende dëni ndryshim, mos po hime për bojnë umrën, qish me qedh flok, qish me therë kurbanat, qish me e kihramat, s'kena bo tavaf, para me ndo të është ndjenjën ti, hinë lëkur, me shku deri në qabe, edhe je vesh për me bo ihram, me bo umre, edhe me të këthije, dhe thonë s'ka, këtheo pas, qish ishe nërvozuti, shka kishe thonë, kusha të ndalë, kusha të blokua, po ato me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Atëra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shqetësohet dhe hyn te gruaja vet Ummu Seleme, gjasë ju kujtohet pejgamberi sa çdo ekspeditë merrte nga një gruaje. Këtë radhë kishte Ummu Seleme. Ishte ra short. Hyn te Ummu Seleme thot, po ju tham mi qet, s'po qefën. Atëra thot, ja Rasulullah. Thot thirrë berberin, thirrë atë i cili qet tyje, fillo qet janë të shohin njerëz këtë kanë mu qet. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thirr berberin e vet dhe fillon qethet, e ek ihramin, i therr kurbanat dhe fillojnë edhe sahabët e tjerë edhe fillojnë me e krye atë që e kishte bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atëherë pejgamberi alajhi salatu wasallam thot, Allahu i mëshiroft ata që janë qeth komplet, janë ruajtur. Apo atëherë ata thonë, ja Rasulullah, edhe ata që i kanë hek flokët. Atëherë pejgamberi thot, Allahu i mëshiroft ata që janë qeth, janë rujt. Atëherë për nësëm thot, o Zot, më shiroj atë të janë qetë, 3 herë.
Atëherë pejgamberi sa thot, o Allah, mëshiroj ata të cilat i kanë hek vetëm. Kjo është argumenti se ruajtja është më me vlerë te Zoti te bareke ve teala. Pastaj pejgamberi alayhi salatu vesselam i zbritin e disa ajete të cilat i mësojnë ata që kanë probleme, janë të smur gjatë umrës apo kanë probleme shëndetësore, se si duhet ti kompenzojnë ato moskrire të rriteve dhe ceremonive fetare. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu vesselam e cakton Bilalin që t'i ruan në natën deri në mëngjes, dhe Bilalin e zë gjumi, e pastaj ata ngritën në lindjen e diellit dhe e falin namazin pastaj në mënyrë të plotësimin, nga se ju kishte ikë. Dhe ky është namazi i vetëm i cili i ka ikë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gjumë. E ka zonë gjumi. Dhe këta e ka bërë Allahu xhallahu ala në mënyrë të qëllimt që të kemi na gjurë dhe sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse neve na zë gjumi se si duhet ta kryem pastaj namazin. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i mbledh shokët e tij dhe niset dhe kthehet për në Medinë. Rrugës vijnë disa gra me pranu Islamin, gra jo burra. Atëherë vjen një grua Ummu Kulthum. Kjo ishte e bija e Uqbetu ibn Muajtit, një krijetar i cili ishte ekzekutuar më herët, kush është në rrjedhoj e di. E pranon Islamin. Dhe kjo quhet tash muhaxhirja e parë prej Mekë në Medinë. Atëherë vinë pranon Islamin te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Vin fisi më njëherë thonë, shkruan atë që duhet me kthy. Atëherë Allahu zbrit ajetin. Nuk vlen për gratë. Allahu xhallahu ala thot, mos i kthani gratë te Quraysh, nëse gratë janë të likshta. Atëherë kur vinë ata më morë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është shkruajtur për burra. Kjo vlen vetëm për burra, dhe i merr pejgamberi alayhi salatu wasalam ata prej grave. Në këto ajete të cilat zbritën për mos mi kthi gratë muslimane që ka vinë, zbritet një ajet tjetër. Krejt musliman që kanë gra prej mushrikeve dhe idhujtareve do të mi bëjë talak. Pra deri tash kish sahabe që kishin gra në Mekë, gratë veta, ende kishte zbrit ligji për mi shkurorzu. Atar plot prej sahabëve që kishin gra pagane i shkurorzojnë. Omer al-Khattabi kishte 2 gra dhe i shkurorzon, ata martohen me disa të tjerë. Andaj kjo ishte ngjarja e fundit e cila ndodhi në këtë ndodhi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, neve normal se rrëfimi tani na e mor një kohë shumë të madhe për ta treguar. Por se në pika të shkurtra disa dobi shumë rëndësi, dhe do t'i shtim disa dobi të tjera në ligjëratën e ardhme. Dhe mbani mend, kjo marrëveshje është prej marrëveshjeve më kryesore këtë jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me pajtimin e këtë dietarëve. E përsëris edhe një herë, kjo marrëveshje është më e rëndësishmja e krejta ngjarjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'ka ngjarje më të madhe. Allahu e ka zbrit surën El-Fath në këtë ngjarje. Inna fatahna laka fathan mubina, ka thënë Ibn Abasi, huwa as-sulhul Hudaybiyah. Kur ka thënë Allahu xhallahu ala, na ta dhën ti fitoren, ka thënë Ibn Abasi, Hudaybiyah. E tani ku fitoria? E ku fitoria? Ne do të mundohemi me zbërthit tani si ishte fitoria. Qish ka mundësi Allahu këtë marrëveshje me çut fitore? Realisht nga këtë fotografia, nga këtë pamja e pikave të marrëveshjes, e kthimit muslimanëve në mënyrë të me një farforme të dëbum, apo kthenu mas, s'ka me hi. Kjo ishte sikleta. Andaj Omeri tha, ja Rasulullah, dhe ta zbërthejmë se si ishte fitore. Andaj duhet ta kuptojmë një sen, se Zoti jon xhelle xhelaluhu fitoret në standardin e Kur'anit dhe Sunetit nuk janë fitoret të cilat na kena mundësimi parafitiru. Apo Allahu e quajti fitori dhe çlirim, fath. E ku është çlirimi? E na do ta shohim se si erdhi deri te çlirimi. Prej dobive të zoti kanë përmend dietarët të nderuar, vëllezër, është edhe prej asaj se shumë prej sahabeve kishin nevojë me u tregu një pjesë përbërëse të komentit të fjalës Muhammedur Rasulullah. Prej tëre Omeri, edhe shumë prej tëre pastaj prej shokëve më poshtë. Omeri u sikletav.
A kishtë thanaj Muhammed Rasulullah? Po kishtë thanë. E pse s'po bindët? Pse s'po bindët? Andaj thanë djetarët, prej dobive të kësaj marrëveshje dhe kësaj ngjarje, njeriu mundet më ju fsheh një pjesë, një obligim i Rasulullah. Për shembull, shumë prej riteve, shumë prej obligimeve, shumë prej suneteve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dikush ka mundësi mu shqetësu, apo e thonë, qysh me çeta ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Apo, shumë dikush nga padituria normal, nga mosnjohuria, ka mundësi të thonë, a që kjo është suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? E na këtu duhet me pas kujdes, se ka dy lloje të panjohurive. Ka urrëtitje të sunetit dhe panjohuritë sunetit. E tash, Omerit apim shefët një sunet, e jap që apim shefët. E ngushtoi qatë shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, u dash mi thonë për zdyti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Omer, unë jam pejgamberi i Allahut. Po pse po thot këta? Se Omeri i tha, eleste bi Rasulillah, asje i dërguri Allahut? Omer ibn Khattabi ka thonë, vallahi, për që këtë fjali, kam dhanë sadaka dhe lëmosh dhe namaz dhe jam munu me bo punë të mira, veç me ma falë Allahut që këtë punë. Andaj u cënu pak, u gërrish pak, çështja e bindjes absolute dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush shpëtoi? Ebu Bekri. Ebu Bekri shpëtoi. Tha rre, hesht, shuj, pejgamberi sa më ato fol. Dhe ajo është i dërguari i Allahut. Pra ti, deri tash, a si të po që është i dërguari i Allahut? Po. A ke dëshuar ndonjëherë? Jo. Pse tash po diskuton? E mirë, kjo me Omerin, me neve, andodh njerëzit ndonjëherë me ju përzije. Ndodh. Po kur ju ka përzi Ibn Khattabit, neve, Omerit ju ka përzi, e neve, edhe neve më shumë, mundë më na u përzije. Andaj, mos dëngutemi të njerëz, e që kjo s'pedo sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk është gjithmonë kështu. Po, neve e dim se ka njerëz që se dojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pasi ti qartësohet, po ka njerëz që kanë nevojë me usqarue. Do ka ardhur kjo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këta e ka po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk i tha, po, s'po bindesha? Para dhe mi ka së të qështu, s'po bindesha, ke dyshime a? A i tha, a je i dërguri Allahut? Fjale madhe, a je i dërguri Allahut? Në sa i Bukhari, sa i Muslim, hadithi. Andaj, ka mundësi edhe njerëzve të mëdoj me ju mshef një pjesë e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej dobive të kësaj ngjarje është se te Allahu fitohet ma shumë me zemër se sa me trup. Argument, kur u dha lajmi se është vrarë Uthmani, pejgamberi më tha, e jani këtu. Te kjo pema do ta japni besën, se do të shkojmë deri në fund për hir të Zotit xhelel xhelaluhu, mu hakmar për njerin tonë. Apo dhe e dhan besën. Këtë besë s'pat nevojë me e zbatu. S'pat nevojë. Ata u kthin, shnosh e mirë në Medinë. E ardhen pasaj çliruhet. Mos thoj s'ka pas lufta me Quraysh, ka pas veç lirim. Ka pas gërvishje të vogla, po s'ka pas më luftë me Quraysh. Ka pas luftë me disa tjerë. Andaj shiko me zemër sa fitun. Vetë se e banën një jetë me shku deri në fund, Allahu ja mundsoi më u kthi shnosh e mirë. Andaj nga kjo çka përfitojmë. Allahu s'ka me të ngarku ti çish po mendon. Staranon Allahu xhelel xhelaluhu. A zemrën taranon. E na duhet me punu me zemrën. Binde zemrën. Thuj zemrës, shko deri në fund. Rri, qëndro, ki stabilitet. Mosu likshto. E pastaj në trup, Allahu është i mëshirshëm. Andaj shiko ata, e dhan besën. Apo? Dhe kjo është besë një jetë. Ajo nuk ishtë vepër, që dorën, kena me ardhë, kena me botë që këtë punë. Ku po puna, su po puna hiç. Andaj, Allahu Gjelluala tha, radhiyallahu anhum. Allah është i knasë me këta. Ata të cilët të dhanë besën të pema, idh yubay'unaka tahta ash-shajara, kur të dhanë besën nën pemë. Andaj shiko të ndëruar që më të li. Vetëm e ka bo një jetë. Me e bo, e pasas që ka mundcu me bo, rizallëkun e Allahut e ka fitu. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, krejt që e kanë zgatë dorën, çka? Kanë me hinë xhennet. Krejt që e kanë zgatë dorën, kanë me hinë xhennet. A e dini kush nuk e ka zgatë? Veç një njeri. Veç një njeri nuk e ka zgatë. Dhe ka qenë për hipokritave.
Tha pejgamberi sa krejt përveç atij çka është mshej mas devës. Ish mshej ai mas devës. Andaj shiko sa është e madhe çështja e zemrës. Andaj Abu Bekrin kur i than pse është Abu Bekri i pari në xhenet? Pse është më i miri? Pa s'bante diçka më shumë? Zemra kishte të madhe. Andaj të ndëruar xhamarli, duhet të pastru zemrat, duhet të bëni jetët e mira. Andaj njerëzit ndonjëherë e shohin se ndonjë punë e filanit është më e vogël se e tjetrit. Ama anojnë nga ai që ka më pak punë se sa i tjetri. Pse? E ka një shije. Allahu i di zemrat, Allahu i di shpirtrat. Njerëzit ndonjëherë kanë komoditet me dikan çka se kanë me tjetrin. Pse vallë? Pse vallë? Nga se ka dikush shpirtin, me shpirt janë punë të lidhë ta. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i Buhari në hadithi, tha shpirtat janë si ushtria. Çka njifën bashkohen, çka s'nifën ndahen. Andaj ti pastrojmë shpirtat, ti pastrojmë zemrat. Gjithashtu, prej asaj çka përmendën dietarët në këtë vepër, është që edhe dietarëve, edhe me këtë përfundojna, edhe dietarëve mundët me ju përzin do njëherë çështja e mendimit sakt. Argument, shiko sahabë. Kur po bëheshin marrëdhëniet, shiko Aliu, nëse lejohet dikujt më ia dhon titullin dietar pa ja kontestu as D-ën, as I-ën, as J-ën, as R-ën, hiç asnjë, është Aliu. Pastaj Omeri, mirë. Kur pi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fshije. Kur ka të thon shoku i vet, pejgamberi atë thon fshije. Me të pas thon ti fshije, ai kishte fshin. Pejgamberi po thot, a e dini se e kundërta mundet me çun kufër, mohim. Por se ish problem, si shmesele e lehtë, çish mendojnë disa, këtë meselet janë njëjtë, s'janë meselet njëjtë. Ja Aliu s'po do me fshin, nuk po do me fshin, tha se fshin. Tha ku është? Pejgamberi tha ku, nuk di kemë lexuar pejgamberi sa. Çeto, e fshini vet. Omeri nga ana tjetër po zihet atje. A je pejgamber? Pi thotë Abu Bekrit, a s'është pejgamber? A jena në hak? Kjo është situatë shumë kritike. A do të thënë dietar, a mundet dietarit mi u përzi? Mundet. E tash dikush thotë, e pa, kena thënë na se dietarëve u përzihet, e xhamatlive ju çelet. Po kjo nuk kuptohet kështu. Kjo nuk kuptohet kështu. Kur thuhet dietarit ju përzihet, ti laj durt. Ti laj durt, hiç mos shkoj e menja se ti çelet. E kush ju çelet? Ju çelet një më të madhit. Abu Bekri për shembull. Apo, e dikush thotë posta shkoj Abu Bekr. Po si dikush përzi hoxhës me Hallestan, ja çel Allahu një më të madhit. Ama ti më thuj, e çe hoxha s'pedi unë e pedi. S'mundet kështu. Por se na duhet ta kuptojmë se njerëzit apo i kuptojnë me bishta fjalë. Na kena thënë po çe hoxha po thotë që edhe hoxhës ju përzihet. Po kur t'ju përzihet hoxhës do të më marrni hoxh tjetër me thonë që ti ju ka përzi, se ka tamam. Ama jo me thonë, unë e kam tamam. S'mundet kështu. Nëse Omerit ju ka përzi, Aliut ju ka përzi, sahabëve pi ju thot për nga mësam, qethni flokt, ata s'piqethin. Qethni flokt, ata s'piqethin. Qatë shumë si kanë qethni flokt, ka i për mësam të gryja vetë, ti thonë, s'piqethin flokt, për ju thamë. Ata e tha, dil qethi vetë, ata pastaj i qethin, ku qofin tyje. Andaj, ta kuptojnë a këta që edhe njerëzve të ju përzihet, po pastaj na duhet me kërku më të mëdhej se ata, të cilat kanë mundësi me zgjidh problematikën, me zgjidh anën e fshehur të kësaj mesele. Në këtë të nderuar xhamatli ka edhe thash, i përmenda 3 apo 4 mësime. Edhe 127 mësime janë të papërmendura. Nëse na mëson Zoti xhelel xhelaluhu në ligjëratën e ardhme do t'i përmend me disa prej mësimeve dhe porosive dhe udhëzimeve shumë më rëndësishme të kësaj marrëveshje e cila është edhe një prej marrëveshjeve e cila është shumë e duhur dhe shumë e kyçe dhe bërtham për muslimanët që jetojnë në kësaj lloj krizash dhe pa mundësi dhe pa aftësi që t'i kuptojnë lëvizjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe urtësitë e tij në lëvizjet e tina të ndërshme alayhi salatu wa salam. Elusmi Zotin ton xhelle xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na jep urtësi dhe mençuri. Na mundson Allahu xhelle xhelaluhu ti kuptojna mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na mundson Zoti on xhelle xhelaluhu që ti kuptojna ajetet e Zotit xhelle xhelaluhu. Na i run Allahu xhelle wala stabilitetin e zemrës.
na i ruan Allahu te bareke ve teala qëndrueshmërinë e zemrës, mos na lakon Allahu te bareke ve teala. Lutem Zotin ton xhel xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala këto ditë që kanë kaluar prej Ramazanit, Allahu t'i ban qabul agjërimet tona, namazet tona, taravitet tona, Allahu të regjistron nga regjistri i veprave të mira. Ku kemi gabu, ku kemi rrëshit, Allahu t'na fal. E ditët e mbetura që kanë mbet, Allahu t'na jep kuvet, na jep energji dhe motiv që ta vazhdojmë dhe ta finalizojmë këtë Ramazan me vepra të mira. E lutim Zotin ton xhel xhelalu që Allahu musliman kujdesen, Allahu t'i ndihmon, jetimat e muslimanëve Allahu t'i mbulon, fuqarat Allahu t'i pasuron, pasanikt Allahu t'i ban të xhimer dhe fisnik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillah.